Dhe ai urdhri i mbrojtjes nuk kryen punë për njerëz të cilët janë njerëz me probleme. Nuk mund të kaloj me tezën e të sëmurit mendor. Prap them se ne nuk kemi qenë shumë të egër në luftën kundër dhunës. Për çfarë kemi nevojë? Unë them në mënyrë urgjente ne kemi nevojë për evidenca. Problemi madhor është mënyra se si reagojmë për t'ju dhënë mundësi atyre që janë viktima të dhunës në familje për të jetuar të nesërmen e ditës kur ka ndodhur dhuna. Jemi kthyer në studio, jemi në transmetim të drejt për drejt. Do të flasim tani dhe do ta përqendrojmë vëmendjen tek dhuna ndaj grave. Në fakt në parlament ka kaluar, është miratuar projekt rezoluta për dënimin e dhunës ndaj gruas me një shumicë të cilësuar. Të gjitha partitë politike kanë votuar pro kësaj projekt rezolute, duke cilësuar si një shenjë mjaft të mirë. Madje është publikuar në faqen e Kuvendit të Shqipërisë edhe çfarë përmban kjo projekt rezolut. Por për të folur për këtë dhe shumë më tepër se kaq, me mua në studio është ish ministrja e integrimit, një ndër zërat e parë kundër dhunës ndaj grave, një mbrojtëse, një avokate e mirë për këtë çështje, Majlinda Bregu. Majlinda, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se të gjitha. Si të fillim, dua t'ju pyes si e pritet miratimin e kësaj projekt rezolute, si ju duk ajo dhe seanca në veçanti, zonja Bregu? E kam ndjekur atë pasdite nga shtëpia, seancën, nuk më zhgënjehu në pritshmërinë që kisha, sepse isha e sigurt që seanca në fund do të mbyllej me miratimin e rezolutës, por sigurisht që mënyra se si u zhvillua seanca ishte larg seriozitetin me cilën duhet trajtohej një seancë serioze kundër dhunës ndaj gruas. Madje më thoshin disa nga koleget e parlamentit që në fillim të seancës, që është në fillim kish patë probleme pasi burrat kolegët deputet nuk kishin pranuar të vinin fjonkon portokalli, e cila është simboli i muajit të luftës kundër dhunës ndaj grave, i këtyre ditëve, sepse ju duke një gjest shumë femror. Dhe nga një anë është e kuptueshme, sepse unë nuk i shoh deputetët edhe zotrinj që janë në parlament të shkëputur nga stereotipet edhe nga qëndrimet e tyre të cilat me të vërtet nga njëherë mund t'jenë edhe problematike për sa i përket, jo vetëm s'po them për dhunën përgjithësi, por mbase edhe për respektin ndaj grave. E qartë, për te seancës dhe perceptimit që patët për të, çfarë prisni ju nga kjo rezolut? Nisida, unë them të drejtën për te aktit shumë të mirë të miratimit e përsërisë të rezolutës në parlament, nuk është rezoluta e parë që miraton parlamenti shqiptar dhe sigurisht që nuk është rezoluta e parë që miratohet edhe veprimi dhe akti i parë që merret në luftën kundër dhunës ndaj gruas. Por është e vërtetë dhe qëndron fjalia tjetër, pjesa e varur si në çdo miratim ligji apo miratim kuadri legjislativ në Shqipëri, e rëndësishme është se si do të zbatohet ajo. Dhe kur vjen puna për luftën kundër dhunës ndaj grave, Shqipëria me të vërtet ka patur një legjislacion i cili ka ardhur duke u përmirësuar nga viti në vit, duke filluar kryesisht nga viti 2006. Kur ne kemi miratuar ligjin e parë, pastaj është miratuar ligji për masat parandaluese të dhunës, që vjen diçka më vonë, por është ligji për marrëdhëniet familjare, kodi i familjes, pastaj ndryshimet në kodin penal, e kështu me radhë, të cilat kanë sjellë gjithmonë ashpërsime në masat kundër dhunuesve dhe kanë përcaktuar një mekanizëm mbrojtje për gratë të cilat janë pasojë e dhunës, pra viktimat dhunës. Megjithatë, realiteti ka qenë shumë kokfort. Për shembull, viti 2016 ishte viti me shifrën rekord me 4.000 denoncime, por dhe viti 2017, vetëm për 9 muajt e parë, janë 3.400 denoncime për raste të dhunës në familje. Dhe këto shifra janë shifra alarmante, të cilat flasin nga një anë për rritjen e ndërgjegjësimit, pra gratë kanë mundësi të shkojnë dhe të raportojnë, por të kërkojnë ndihmë, por nga ana tjetër edhe për rritjen alarmante që ka psuar fenomeni i dhunës në familje. Kur për vitin 2015 ka qenë krimi i dhunës krimi ndaj grave, pra vrasja ndaj grave ka qenë në shifrat më alarmante dhe ka qenë krimi i parë në listën e krimeve që ka ndodhur në vend. Kjo tregon se situata është më shumë se sa ta quash një problem të thjesht për t'u trajtuar. Është luftë.
dhe në luftë unë e kam thënë derë tjetër o vret o të vritesh. Por nuk është një luftë e cila fitohet apo bëhet vetëm nga një institucion apo bëhet vetëm nga një grup njerëzish të përgjegjshëm. Pra nuk e fiton dot këtë luftë vetëm policia e shtetit, sikurse nuk e fitojnë dot vetëm organizatat dhe e grave, të cilat kanë vite në fakt që kanë qenë pararoj për të sjellë ndryshimet në përmirësimin e kuadrit ligjor, por nuk e fitojnë dot vetëm këtë luftë as punonësit e shëndetësisë, të cilët gjithashtu duhet të jenë me detyrime të qarta për të raportuar shenjat e dhunës, dhe as ata të bashkive, të cilët ende nuk janë vendosur dhe ende nuk kanë marrë formë të plotë. Pra i gjithë mekanizmi nuk e luftojnë dot sigurisht as gjyqtarët vetëm, edhe sikur të jenë një grup gjyqtarësh dhe prokurorësh, pra në sistemin e drejtësisë, të cilët të jenë me ndjeshmëri, por dhe me përgjegjësi të madhe kur vjen puna për trajtimin e rasteve të luftës kundër grave. Pra, teksa flasim thjesht për rezolutën, nuk është se mund të kemi një zhdukje të fenomenit vetëm me një ligj që mbetet në letër, por duhet të ketë një aksion kombëtar në lidhje me këtë? Ne kemi nisur para 2 vitesh, mbaj mend, si Aleancë Grave Deputete, nisëm një lëvizje e cila ishte shumë e mirë për të krijuar një lloj shkundje të gjithë zinxhirit të përgjegjësive në luftën kundër dhunës ndaj grave. Dhe aso kohë takuam presidentin e Republikës, prokurorin e përgjithshëm dhe bëm thirrje për Këshillin e Lartë Drejtësisë, i cili të kthente si tematik të shqyrtimit të rasteve dhe vendimeve të gjyqit të dhëna nga gjyqtarët, të bënte studimin apo vlerësimin tematik për vendimet që ishin dhënë në rastet e dhunës në familje apo dhunës ndaj grave. Megjithatë, ajo që mbetet problem më shumë në Shqipëri është se ajo çfarë ndodh me aksion brenda një jave, duket sikur harrohet javën tjetër. Mbasi ngjarjet vendosin dhe mbivendosin njëra tjetrën, por më tepër që për fatin ton të keq, dhe ky është një problem shumë i madh të cilin shoqëria shqiptare po e vuan çdo ditë më shumë, duket sikur hallet e të përditshmes dhe problemet e jetës, ato që i prekin qytetarët dhe njerëzit direkt, janë më pak të rëndësishme se sa debati politik, apo batutat politike, apo intriga politike. Prandaj ka gjithmonë më pak vend, po t'i shihni edhe në flitet për luftën kundër dhunës ndaj grave, në ditët e luftës kundër dhunës kryesisht, apo atëherë kur ka një kronik të zezë për një ngjarje e cila mund të ketë ndodhur. Pastaj harrohet, pastaj kthehemi prapë tek preferencat e zakonshme, ku dikush bën sikur dikush neglizhon, dikush nuk mban përgjegjësi, dikush tjetër që është titullar në një institucion thot hajde se nesër do t'i kushtoj rëndësi plotësimit të një detyrimi që mund të ketë në zinxhirin e përgjithshëm përgjegjësisë. Media nga ana tjetër rikthehet në stereotipin e famshëm të lajmeve roz edhe të bukurisë, e cila sot është trendi për të ndjekur, për të lexuar qoftë media sociale apo për të ndjekur një program në televizion, dhe pastaj kujtohemi vetëm kur kemi viktima. E qartë. Unë duan fakt kalojmë në disa ndoshta edhe përjetime konkrete apo shembuj konkret, duke qenë se ju jeni përballur me shumë raste të dhunës ndaj grave. Kujtoj rastin e Fierit, ishte e pranishme një rast që tronditi gjithë opinionin publik, burri hodhi nga dritarja gruan e tij pasi gjithçka kishte ndodhur në dush, ishte një situatë shumë alarmante, e keni përjetuar keq. Çfarë ka diçka që ju nuk e keni thënë, apo ndonjë rast tjetër në lidhje? Kujtoj Liliana Zhezha apo jo? Po, Liliana Zhezha ishte rasti nga Fieri, por unë të them të drejtën nuk di të ndaj dhe të dalloj se cili mund të jetë rasti më i rëndë nga ato të cilat janë bërë publike. Po aq i rënd ishte rasti i gjyqtares të vrarë në mes Tiranës, sepse përfshinte edhe një tuf, një grup me elemente të tjerë të cilët e bënin akoma më të rënd rastin, për faktin sepse zonja kishte qenë gjyqtare vetë dhe nuk arriti dot, pavarësisht se rasti i saj gjykohej nga kolegët e saj, nuk arriti dot t'ja dilte në krye për të shpëtuar jetën e saj. Pra, unë nuk arrit do të them sinqerisht dalloj se cili rast është më i rënd nga tjetri. Dhe në fakt nuk më takon ta bëj, sepse në momentin kur ka episode dhune dhe sidomos në rastet me ekstreme kur përfundojnë me vrasje dhe me viktima, nuk ka një rast më të rënd se tjetri, nuk ka një vdekje më të lehtë se tjetra. Por ajo për cilën ne ende nuk kemi ose të paktën nuk i kemi dhënë shumë rëndësi, është pasoja që lëdhuna në gjithë të afërmit, fëmijët, sigurisht,
dhe ndjekja asaj çka ndodh mbas rasteve të një krimi të tillë. Në rastin e Sepse Fierit, një anë është parandalimi dhe pjesa tjetër pastaj është pjesa e trajtimit në rastin kur gratë largohen nga shtëpia, apo pastaj në rastin më të keq për familjarët edhe për fëmijët, shqetësimi për ta, se çfarë do të ndodh me ta më pas. Teksa përmendim rastin e Fierit, teksa ju pat nga afër atë situatë dhe aty ku trashëgohet më tepër për jetimin. Si rasti i Fierit ka raste pafund, sepse edhe në rastin në Fier ishin 2 fëmijë të mitur. Madje unë kujtoj se në ditën kur shkova në Fier, ka qenë po kështu para vitit të ri dhe vajza e vogël që ishte vetëm 2 vjeç, kishte ditëlindjen atë ditë. Dhe kishte vetëm një javë që nëna e tyre nuk jetonte më. Dhe fëmijët janë marrë për të rritur nga daja. Por aty përveç dhimbjes madhe për humbjen e jetës së motrës, nga ana tjetër sigurisht edhe shqetësimit se do të rriten edhe 2 fëmijë tjerë në një familje ku sido që të jetë nuk mund të jetë e lehtë, qoftë për nevojat që kanë fëmijët për të rritur. Fillojnë pikpyetjet e tjera pastaj, fillojnë kujdestaria. Pra, ne nuk kemi një lehtësi vetëm me përmirësimet dhe ndryshimet e ligjit të ri, i cili duhet kalojë së shpejti në kuvend, lehtësohet procedura e kujdestarisë, sepse ka patur raste makabre kur kujdestaria është lënë edhe prindit dhunues. Apo është çështja e trajtimit dhe mbështetjes psikologjike për fëmijët. Apo dhënia e menjëhershme një pensioni për fëmijët jetim, por dhe mbështetje për familjen që po i mirëpret, sepse me të vërtet lidhja e gjakut është shumë e fuqishme, por nevojat ekonomike nuk do të thotë se janë në çdo familje shqiptare të tilla sa për të rritur edhe 2 fëmijë të tjerë. Dhe këto situata, sidomos me fëmijë jetim, pra kur babai përfundon në burg, kur nëna është vrarë, ndodhin rëndom në rastet kur ka dhunë edhe krim në familje. Megjithatë, nisur i vetëm nga i rast, por nga çfarë ju thash pak më parë. Ne do ta kemi tërësisht të pamundur që të jemi serioz në luftën tonë kundër dhunës ndaj grave, në rast se nuk do të marrë çdo pjesë dhe çdo hallë e këtij zinxhiri, i cili ka dorë të luftojë fenomenin, përgjegjësinë e tij të plotë. Në rast se kjo bëhet një lojë me pasa, ku policia thotë ja kam referuar gjykatës, ku prokuroria nuk përcjell ose vonon çështjen, kur vendimet dhe gjykimi afatshkurtë pavarësisht me ndryshimet e kodit penal që është bërë në gusht të këtij viti, është ashpërsuar masa. Pra dikush që kryen një krim familje dhe vret gruan, sot nuk ka të drejtë që t'i ulet dënimi më. Dënohet me burgim të përjetshëm. Por në rast se nuk zbatohet mekanizmi koordinues në përbashki, mendoni që Shqipëria ka kaluar një reformë territoriale, ndërkohë që reforma territoriale nuk është ka sjell ndryshime në nivelin e bashkive, por ndërkohë që nuk ka sjell ndryshime në nivelin e mekanizmit referues për dhunën familje, ku duhet ketë një punonjës pranë çdo bashkie. Janë vetëm në 17 bashki janë vendosur sot. Punonjësit të cilët normalisht dhe gjithë ditën duhet merret me këtë fenomen. Jo të merret me letrat e protokollit ose të mbajë marrëdhëniet me jashtë, dhe kur t'i ngelet koha, të merret edhe me pjesën e dhunës ndaj grave. Pra, ne nuk kemi një buxhetim të dhunës, sepse dhuna nuk është vetëm çështje sociale. Dhuna kushton një grua që largohet nga familja, shteti i kushton sepse duhet ta mbajë në streza, fëmijët duhet shkollohen dhe të rriten, në rast janë minorën të paktën derisa të bëhen 18 vjeç, por një pjesë e grave cilat largohen nga familja si efekti i dhunës, them një pjesë sepse dhuna nuk ndodhet vetëm familjet e varfra, nuk kanë aftësi për të punësuar, që do të thotë do duhet t'ju bësh një trajnim, t'ju bësh një edukim profesional, që të kenë mundësi të gjejnë një punë, dhe duan një stre. Ky është problemi kryesor, sepse nuk largohen, sepse nuk kanë ku të shkojnë. Që prej 98-ës ndoshta ju hasni me raste të tilla. Sa shpesh, edhe tani që nuk jeni deputete më zonja Bregu, hasni me gra të dhunuara? Nuk është problemi më sot i kontaktit, them personal apo të drejt për drejt. Është shtrirja e fenomenit kudo. Dhe unë besoj se ajo çfarë raportohet në shifrat e dhunës është vetëm maja e icebergut. Sepse shumë gra, edhe fëmijë, pse jo, nuk raportojnë situatat e dhunës sepse e kanë të pamundur të raportojnë. Por më tepër një pjesë e dhunës raportohet, kryesisht gratë të cilat raportojnë janë ato që kanë përfunduar në dhunim fizik, pra kur kërcënimi për vrasje është bërë madhor për jetën. Pjesa tjetër, dhuna psikologjike, apo ngacmimi seksual në ambientin e punës nuk raportohet.
apo dhuna që ndodhë në institucione ose në momentin kur në administrat, pra në momentin kur kërkon që të zësh një vend pune, edhe kjo është pjesë e dhunës. Apo dhuna verbale, e cila është prezente në shoqërinë shqiptare kudo. Misogjenia është shprehje e dhunës gjithashtu. Pra, dhuna ka gjitha format. Apo aborti selektiv është një nga elementet, një nga format më të tmerrshme. Feminicidi është dhunë gjithashtu. Pra, janë të gjithë elementet të cilët në format të ndryshme i has çdo ditë. Dhe përsa kohë në fakt që ne të ta kemi të vështirë që të pranojmë që dhuna nuk është punë apo çështje e grave, është krim. Dhe si krim duhet dënuar po njësoj si gjithë krimet e tjera. Pra, përsa kohë që të mendohet që kur flitet për dhunë ndaj grave të ketë gjithmonë nga një barsalet, nga pas, nga një histori, në një nga ato pyetjet të cilat bëhen si për ta ullur rëndësinë e situatës, kur thotë po pse vetëm gratë dhunohen, po ka edhe burra që dhunohen. Pra, përsa kohë të ketë nga këto tendencat për të mos vënë një fjongo portokalli, sepse ju duket që portokallia, domethënë po ti thuash vër një kravat portokalli burrave, po t'ja u bësh dhuratë ose me lule, ta kishin vënë e sigurt, po t'ju kishin çuar kravata dite. Ju kanë çuar një fjongo kundër dhunës dhe kanë refuzuar sepse është dukur një akt shumë femror. Pra, është e pamundur në rast se nuk ka një ndërgjegjësim total. Është e pamundur në rast se nuk fillohet sigurisht jo vetëm në familje, por në rast se shkolla nuk dënon format e para të bulizmit mes fëmijëve, në rast se ne në mënyrë padashje kudo që ndodhim, në një dyqan, ku diun, në një park lojrash, kudo që ka elementet dhunës e mbështesim dhe promovojmë atë. Pastaj është e vështirë që ta luftosh kur njerëzit bëhen dhe kur individi bëhet adult, pasi ka krijuar një sistem të tëri në jetën e tij dhe ka krijuar një skem për reagimin ndaj dhunës apo për tolerimin e saj. Dua të citoj një status tuaj në rrjetin social Facebook, keni titulluar të mos pluskosh para dhunës. Sot pasdite Parlamenti me kërkesë të Partisë Demokratike do të zhvillojë një seancë, e keni shkruar këtë përpara se projekt rezolutat miratoi, me debat për dhunën në familje. Është absolutisht për të vlerësuar kjo përpjekje dhe shpresoj të jetë një seancë serioze, jo nga ato ku nis me debat për një problem i cili po gjymton shoqërinë shqiptare, makabritetet, vrasje, përdhunime, plagosje, kërcënime, abort selektiv, këto që ju përmendni edhe këtu, për ndjekje, martesa në moshë të vogël dhe diskriminimin gjithfarsoj të grave të vajzave, pavarësisht pozicionit të tyre ekonomik dhe statusit tyre shoqëror. Dhe përfundon me një seancë tip gjithë fajin e ka Edi Rama apo gjithë fajin e kishte Sali Berisha. Ky i vogli, kryetari i Partisë Demokratike, përjashtohet nga faji sot se ky për sa kohë jetoj në mohim të realitetit s'do të pranoj se ka faj asnjëherë dhe për asgjë. Një interpretim tjetër në lidhje me këtë të fundit? Me të voglin në Partisë Demokratike? Nuk kam çfarë të shtoj më shumë se sa ato që kam thënë, por kam frikë se kam patur të vërtetë datë dite. Sepse po të kishte qenë serioze edhe ajo firma e kryetarit të Partisë Demokratike në rezolutën kundër dhunës, të paktën do të kishte dëgjuar ndonjë deklaratë. Atë ditë nuk është ndodhur në Shqipëri sepse ka qenë në Bruksel, por do të kishte lexuar ndonjë rresh, ndonjë status apo ndonjë deklaratë. Por e ka vënë firmën, e ka harruar, as nuk e ka menduar, ja një arsye tjetër që kam patur tërësisht të drejtë. Zonja Bregu, ju vetë, ndjeni do pak përgjegjësi se diçka duhet bëjë më tepër në periudhën që keni qenë deputete e Parlamentit të Shqipërisë? Nisida, unë nuk e shkëpuz veten nga gjithë ata të cilët në një moment kur kanë një zë më shumë për të folur, ose kanë një mundësi më shumë, dhe sidomos që kur jem politik ke mundësi për të bërë shumë gjëra, mund të kishim bërë më shumë. Në planin personal nuk e kam lënë asnjëherë ose ka qenë gjithmonë një nga kauzat me cilat prej vitesh përpiqem për ta mbajtur, jo vetëm për ta mbajtur gjallë, por edhe sepse kam patur shqetësim për shumë kohësh. Edhe sepse ndoshta jam përballur me raste ekstreme dhunës nga rastet e para të trafikimit grave dhe të vajzave shqiptare në 98-ën kur askush në Shqipëri, jo më politika, por as nuk donin ta mendonin se ekzistonte si fenomen. Mendonin që prostitucioni kishte konotacion vetëm pjesën e marrëdhënieve seksuale dhe asnjë nuk mendonte se gratë dhe vajzat shiteshin si në një treg të gjës së gjallë dhe masakroheshin pastaj, përveç pjesës së shitblerjes së tyre, po gjatë gjithë kohës për të ushtruar prostitucionin me forcë. Prandaj nuk jam dalur asnjëherë gjatë gjithë kësaj kohe. Një pjesë e mirë e ndryshimeve të cilat janë në fuqi nga ndryshimet e kodit penal të 2013-ës janë propozimet mijat personale, përfshirë, pastaj u miratuan paketën ndryshimet Ministrisë Drejtësisë, përfshirë disa ndryshime të cilat unë i lash në parlament sepse
më nxorrën nga parlamenti dhe nuk ka mundësi që t'i çoj përpara sot, por shpresoj shumë që duke qenë se janë iniciativa besoj të mira, për shembull njëra që e kam me shumë për zemër, nuk po përsëris atë të fshirjes së komenteve online dhe të marrjes përgjegjësi, e cila në momentin e parë kur e propozova nuk ngeli nga këta ignorantët të cilët së pari ju flet goja pastaj mendja që të më hidheshin në kurriz, element tjetër i dhunës ky. Këta që vdesin të bëjnë burra që vdesin të bëjnë tasheteme gjithë ditën edhe të bërtasin pastaj se sa ndjehen të lënduar kur dikush që thotë që nuk mund të fyeni dhe të lëndoni gratë nëpër komentet e lajmeve dhe të portaleve mediatike, sepse ju fyeni dhe cënoni dinjitetin, dhe kjo është një vepër penale, në rast se një grua në rrugë të cilën e shan, i bërtet dhe fyen shkon dhe të padit, e njëjta gjë duhet ndodhi edhe për botën e online-it. Por përveç këtij propozimi i cili vazhdon të mbetet në parlament, një tjetër që kam për zemër ishte shtimi në formularin e dekriminalizimit i një pyetje për gjithë punonjësit e lartë, të cilët mbas ligjit detyrohen, a jeni dënuar apo a keni patur ndonjëherë akuzë për dhunë familje? Sepse nga shumë informacione që kisha vjet, më ndodhte që kishte burra të cilët ishin akuzuar nga bashkëshortja e tyre dhe punonin akoma si polic, për shembull, apo ishin drejtor në një institucion të administratës publike, apo gjyqtar. Dhe këto nuk janë raste të cilat duhet të neglizhohen, sepse ti nuk mund t'i varësh si shtot populli ujku të mëlqit në qafë, pastaj dhe të pretendosh që të cilët normal. Shpresoj shumë që të jenë iniciativa të cilat shihen me seriozitet dhe të çohen përpara, sikurse shpresoj shumë që në momentin që do të fillojë diskutimi për kodin zgjedhor dhe për ndryshimet e tij, partitë politike t'i afrohen një qasje të prerë dhe serioze për trajtimin e kuotës ndaj grave. Nuk mundet që gratë në listat zgjedhore të jenë vetëm me një detyrim gjobe për partinë politike që nuk respekton kuotën, siç ka ndodhur në rastin fatkeqësisht të listës së Lulzim Bashës, ku duhet i paguajë 100.000 euro KQZ sepse nuk ka zbatuar kuotën gjinore. Por në rast se një parti politike nuk respekton kuotën me cilët do të bie dakord në kohë zgjedhor, për mua duhet të mbërrijë 50 në 50 pavarësisht qëndrimit që ka ndaj kuotës, se jo gjithmonë sjell cilësi, por të paktën përfaqësimi duhet të jetë i barabartë. Por një parti politike që nuk respekton detyrimin ligjor duhet të kthehet mbrapsht lista zgjedhore. Dhe jo t'ju vënë çmim grave, të cilat e ka shumë kollaj një kryetar i papërgjegjshëm partie, më mirë të shkojë të paguajë një tufë me para, se sa të respektoj ligjin. Zonja Bregu, ju e përmendët që jeni përballur me raste ekstreme të dhunës ndaj gruas, dhe unë insistoj fort, çfarë të ka bërë më tepër përshtypje? Më thoni një rast të një femre të dhunuar, të një gruaje të dhunuar, çfarë ke përjetuar vetë si grua, si e ke parë atë rast dhe kur mund datoj si vit rasti më i fortë që keni parë? Duke qenë se ju keni studiuar për shkenca sociale, e kuptoni edhe më tepër këtë situatë. Të siguroj që nuk ka qenë një, kanë qenë shumë, dhe nuk di të ndaj se cili prej tyre më ka tronditur më fort. Por, për të mos i quajtur gratë viktima të dhunës, por ato që ja dalin të shkëputen nga cikli i dhunës mbase të mbijetuara, një rast i bukur dhe i zgjuar, ka qenë një vajzë të cilën e kam njohur dhe intervistuar, duhet të qenë diku viti 2004, po, kam punuar për televizionin Klana së kohë, e cila arriti në bazë të zgjuarësisë së saj, pa ndihmë, le të themi, nga avokat dhe nga sistemi i drejtësisë, t'ja dilte në krye për dalje pafajshme nga gjyqi. Dhe në fakt ka qenë një nga rastet më interesante, unë nuk dua ta përmend emrin sepse është një histori e cila përfshin shumë njerëz, por ka qenë një rast shumë i bujshëm. Unë sinqerisht e kujtoj shpesh herë, nuk kam takuar një vajzë më të zgjuar, e cila nuk ishte nga Tirana, vinte në një nga qytetet e tjera të Shqipërisë, por që të kishte studiuar në burg kodin penal dhe kodin e procedurës aq mirë sa arriti që të bëhej avokatja më e mirë e vetes saj. Dhe mbas shumë vitesh, kur unë isha pastaj në politik, ka marrë një email, më prezantohej me një emër tjetër, do më thënë kishte një emër tjetër në email dhe pastaj më prezantohej se cila ishte. Kështu që është një nga rastet që e kujtoj gjithmonë dhe më ka bërë përshtypje ku nuk pak dhe nuk u rrudh dhe nuk e gjeti vetëm përfund nga dhuna dhe nga terrori në të cilin kishte jetuar, por arriti që të mbjetonte, sepse në fakt gratë të cilat arrin të dalin nga cikli i dhunës janë të mbjetuara dhe jo viktima.
Zonja Bergoni, falenderoj shumë për këtë intervistë, për këtë bisedë që bëm bashkë. Falenderoj edhe unë ty edhe të përgëzoj sepse me të vërtet media është një nga partnerët më të fuqishëm për të luftuar stereotipet dhe sigurisht që nuk mund të ndalet vetëm në 3 titujt kryesor lajmesh që për gjithë janë njësoj. Faleminderit.